Përshëndetje prap. Mundohem të zgjedh këto vendet e bukura kështu me pamje, që ta bëj sa më reale, mos të pretendoj studio e me ndriçime me kështu, me ndriçim natyral. Atëherë mbrëm, në mesnatë bëra një video e cila flet për këtë gjë. Është ora 12:10 e natës, sa mbarova nga puna dhe unë po mendoja diçka. I thash një mikeshës time që do filloj të bëj këto videot, do shpërfaq një Reinaldo që njerëzit nuk e kanë njohur, sepse s'kan patur mundësin ta njohin. Në për televizion e kam dalë vetëm në festivale, ndonjë intervistë që kishte të bënte vetëm me dalit e mia televizive, ndonjë projekt artistik. Asnjëherë nuk kam postuar video që të më njohin në përditshmërinë time. Edhe njerëzit kanë idenë që Reinaldo është thjesht një personazh që do të bjeri në sy, me sa kam kuptuar unë. Por që është e kundërta, është komplet tjetër. Ja, unë tani mbarova nga puna si njeri i thjesht. Edhe arsyeja që dua të filloj videot është pikërisht kjo. Të kem dritaren time virtuale, të komunikoj me njerëz që duan të njohin më shumë nga unë, dhe pse jo të ftoj dhe njerëz të tjerë të rinj që nuk më njohin, të më njohin përmes këtyre videove. E shkosa që ti është këtu. Mbrëm, edhe parë mbrëm, këtu ka bërë një furtunë shumë të madhe, binte shumë shi, frynte shumë erë, edhe më të tregoj diçka kjo gjë. Bëri kaq shumë sa bëri, kaq furtunë e madhe, dhe sot sikur s'ndodhi asgjë. Edhe në jetë kështu është që çfarëdo që të ndodhi, sa fortuna do na godasin. Përshëndetje. Edhe po thoja mbrëm, se mbylla video në mes që vazhdo fortune, dita më pas është sikur s'ka ndodhur asgjë. Edhe me njerëzit kështu është. Jeta na hedhe, na pret, ulje ngritje, pastaj vjen një ditë zgjohesh, sikur s'ka ndodhur asgjë. Edhe kthehemi tek ajo mikesha ime. Po i thoja që dua të bëj ca video, do të filloj me këto video të publikoj përditshmërinë time, do më njohin njerëzit, edhe më thaj që më jepte disa ide. Publikoj aty, publikoj këtu, të kesh më shumë shikueshmëri. Edhe në fund më tha, përgatitu dhe për hate comments. Edhe i thash, i ka marrë parasysh ato gjëra unë, edhe i ka marrë masat. Ç'masa ke marrë, më tha mua. Po kam bllokuar komentet, i thash, më komentojnë vetëm ata që unë ndjek, edhe vetëm ata që duan të më ndjekin edhe të jenë të rregullt. Vi në shtëpinë time, do ndjekin rregullore në shtëpisë time. Kështu do ta bëjmë dhe unë dhe ti dhe të gjithë, i thash, se edhe ajo publikon gjëra. Edhe pastaj, është shumë e thjeshtë. Unë publikoj një video, ata që e pëlqejnë, ata që e pëlqejnë edhe duan të komentojnë bukur, komentojnë bukur. Ata që nuk e pëlqejnë edhe duan të thonë negativitetin, s'kan pse ta thonë, ndrysho krahun ose bëj blok. Jeta është shumë e thjeshtë për ta bërë kaq të vështirë edhe kaq të shëmtuar me hate comments. Të pëlqeu, pëlqeje, s'të pëlqeu, mos e pëlqe. Kaq. Komentet në shtëpinë tënde. Të fola se gjyshja ime tani. Por që e vërteta është kjo. Anyway, unë dhe stafi im kemi përgatitur. Kemi menduar të blejmë edhe mikrofon që të jetë akustika akoma më e mirë. Edhe do jetë video tamam, dhe se po kalojmë në ca spote jo shumë të bukura. Unë ndërkohë pa iki në punë tani, si që kuptoni, edhe jam rrugës. Shkoj te tabakeria. Okej. Kështu. Ideja është kjo, që video duhet i marri më seriozisht. Duhet i marri videot më seriozisht, prandaj kam vendosur të blej mikrofona që vendosen këtu me wireless. Se kalojnë makina për shembull tani edhe mund mos të dëgjohet fare zërim. Kemi porositur dhe iPhone-in e 17 Pro, se unë kam mbetur akoma te 15 Pro, që kur doli. Edhe më kanë thënë që është iPhone shumë i mirë për kamerë që më duhet mua. E tani të shohim. Vetëm frymëzimi mos të na mungoj, të flasim, të krijoj content. E kështu, këto videot po i bëj tani unë, po nuk e di se kur do t'i bashkoj të gjitha bashk, edhe kur do t'i publikoj. Derisa të vendos dhe të bindem unë që kjo video ja vlen, që ka content edhe ka një gjatësi minutazhi që ja vlen të publikohet, do ta publikoj. Tani ndërkohë do vi dhe kolegi aty ikim në punë. Dita ime ishte kjo sot, u zgjova me gryk, jam ftohur nga era që frynte, piva kafen, shkova në dyqan, e pastaj kur u ktheva në shtëpi, unë ndiva shumë i lodhur dhe fjeta prap. Tani u vesha, u bëra gati dhe po iki në punë. Nuk e di ç'do sjelli dita në vazhdim, po mbase i gjej në një moment më të bukur edhe do ta kap në video. E dëgjuat. Edhe ndërsa erdha këtu tek puna, kuptova diçka që duhet ta ndaj me njerëzit që
do vinë të jetojnë në Itali ose jetojnë në Itali ose thjesht duan të dinë një informacion se si punojnë në Itali. Unë kam bërë një kontratë pune, 2 mujorëshe, sepse leja e punës më doli shumë vonë. Edhe të kontrata thuhet për disa gjëra, për disa punë që duhet të bëj unë në profilin që unë do paguem. Por, asnjë gjë nga kontrata nuk zbatohet nga një punëdhënës italian. Kërkojnë gjëra që s'janë në kontratë, kërkon të bësh gjëra që ti nuk e ardh të bësh atë lloj pune. Dhe ti, si një njeri që ke kontratë dhe ke nevojë të punosh, sepse në bazë asaj kontratës vendoset edhe permesso di soggiorno, do ta bësh në mënyrën tënde, por do t'i tregosh që edhe bezdisesh. Edhe unë mendoj tani, si ka mundësi që njerëzit, pronarët, kërkojnë e s'kënaqen kurrë. Unë në Tiranë isha mësuar te puna që isha, punoja në një lokal nga më të mirët në blok edhe në Tiranë. Edhe këto lloj punësh ekstra që më kërkojnë këtu them, çfarë ndryshimi, wow. Jo se kam problem unë të punoj, po thjesht ideja që të kërkojnë gjëra që s'janë në kontratë. Të vesh ta denoncosh si çështje nuk as e mendoj fare se në Itali nëse vete fillon këto lloj problemesh, pastaj me shtetin jo me denoncime, nuk ose të marrin shumë me sy të mirë, sipas mendimit tim, se dua të jem shumë i saktë, mos u lësh kas që shko akoma nuk erdhi ky në Itali dhe filloj me denoncimet. Por do jemi shumë i kujdesshëm te kontrata e ardhshme që do bëj tek puna që do filloj tjetra. Do ta lexoj dhe do t'ja bëj që të qarta në fillim, të qarta, që unë do bëj këtë punë për të cilën do paguem. Edhe kështu, lexoni kontratat edhe bëja unë të qarta që në fillim. Edhe mos të harojmë, bëni subscribe në YouTube që videot e mia të ndiqen e të shikohen nga shumë më tepër. Nuk është se do fitoj unë gjë, ndonjë gjë monetare apo jo, thjesht që videot e mia të bëhen më shumë virale.